realizohet varësisht prej kualifikimit të tyre. Pastaj është gradimi i mësimdhënësve, siç e ceku edhe kolegu paraprakisht, dhe këto duhet t'jenë fokus prioritar i çdo kujt që vjen në qeverisje, por Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës këtu do ta ketë prioritet. Është diskutuar çështja e testimit të mësimdhënësve, për shembull, ka pasur ndoshta deklarime të qeverive, ka pasur kundërshtim nga ana e së bashkut, a jeni proni procesit të tillë? Testimet e mësimdhënësve nuk është se do të tregojnë një cilësi në arsim. Ajo është vetëm sa për të humbje kohë, qëllimi kryesor i qeverisjes në ikje ka qenë ballafaqimi me sindikatat dhe përplasja ndaj tyre, por jo edhe një diçka që ka sjellë ndonjë rezultat, sepse testimi i mësimdhënësve nuk ka efekt. Nuk e ndihmon procesin mësimor. A jeni pro testimit? Jo. Definitivisht ne ju garantojmë mësimdhënësve që s'ka me pas testim, ka me pas trajnim, dhe ka me pas trajtim të dinitetshëm, duke ja ofru metodologjit më të mira të mësimdhënies, në mënyrë që me mujt ata me qenë të përgatitur, me dalë para nxënësit të përgatitur, dhe në mënyrë që me mujt me qenë në trend me zhvillimet cilat po ndodhin në fushat e arsimit. Pikërisht, kjo çështja e zhvillimeve, kryesisht ta zëm, një fëmijë shkon në shkollë, mëson me metodë klasike, kthehet në shtëpi, ka pajisje teknologjike, përdor AI. Kapacitetet aktuale, edhe resurset njerëzore, edhe infrastrukturore, a janë të gjitha në nivel për t'i përmbush këto ambicjet? Jemi në hap me zhvillimet botërore, teknologjike. Fatkeqësisht shkollat në Kosovë janë të shekullit 20. Jo vetë shkollat, po edhe mësimdhënësit, a janë të aftë të japin mësim. Po flasim herë për kushtet në shkolla, pastaj flasim për mësimdhënësit. Mësimdhënësit kanë nevojë për trajnime të vazhdueshme në aspektin e përdorimit të teknologjisë, sepse edhe teknologjia avancon çdo herë. Por kushtet në shkolla nuk i plotësojnë asnjëherë nevojat e mësimdhënësve dhe të nxënësve për përdorime të avancuara të teknologjisë. Mungojnë pajisjet elementare, rrjeti, mungon kompjuteri, mungojnë videoprojektorët, mungojnë ekranat e gjithë shka tjetër që nuk kanë të bëjnë vetëm me reformat mësimdhënësit nuk kanë të bëjnë. Qysh për sa e rregulloni këto çështje nëse do një nivel të avancuar? Brenda një viti të qeverisjes Ramush Haradinajt, këto sisteme të arsimit do të ndryshojnë në të mirë. Në çfarë aspekti? Në pajisjet, trajnimin e mësimdhënësve, pajisjet e shkollave me teknologji dhe gjitha tjera që... Për një vit krejt shkollat në Kosovë janë pajisura me teknologjinë, në qeveri? Për një vit, po. Edhe trajnohen... Mësimdhënësit do të trajnohen vazhdimisht, do të trajnohen vazhdimisht sepse ka qenë paraprakisht në vitin 2012-2013 një trajnim që është zhvilluar për mësimdhënësit, fala se kanë pas, ECDL-n, por që ajo është tani më... Ju tha që shkollat ekzistuese disa prej tyre janë të praktikisht shekullit kaluar dhe për një vit tentoni ta bëni këtë magjin për ndryshim teknologjik? Gjithsesi. A keni kosto, a keni matje qysh? Matjet sipas nevojave të shkollave, henez do të kalkulohen se çka kërkohet prioritare. Sa ju merr kohë veç me i kalkulu këto? 6 muaj. 6 muaj kalkulim dhe 6 muaj implementim? Implementim.